Shneni 47 paragrafi 1.4 e propozicionit të garave, e cila shprehimisht e parashe se në momentin kur ka 2 e më shumë klube, pra së paku 3 klube me pikë të barabarta, siç është situata aktuale mes klubit të basketbollit Vllaznimi, KB Raveci dhe KB Sigal Prishtina, atëherë i vetmi kriter, termi që përdoret në propozicionin e garave është vetëm koshavrazhi. Do të thotë specifikisht përdoret shpreha vetëm koshavrazhi shikohet në rastin kur kemi barazim të pikëve. Dhe në situatën ku jemi, nëse vetëm ky kriter atëherë shikohet, i bie që klubi basketbollit Vllaznimi të qëndrojë në Superligën e basketbollit edhe në edicionin e ardhshëm. Do të thotë që federata duhet të dalë kundrejt vendimit të tyre, si po thu ti? Kjo ka pak rëndësi. Rëndësi ka vendosja e ligjshmërisë, për shkak se shumë çështje të aspektit juridik kthehen në kontekst personal. Tu ne nuk kemi ndonjë ankesë as ndaj ndonjë subjekti e as ndaj ndonjë subjekti apo personi privat në kuadër të FBK-s. Atë çfarë po kërkojmë ne nga FBK-ja është zbatimi i propozicionit të garave, të cilën e ka vendosur vetë si kriter në fillim të edicionit. Interpretimet të cilat janë bërë 2-3 orë para fillimit të ndeshjeve të fundit që janë vënë do të thotë para 3-4 ditësh, janë në kundërshtim me propozicionin e garave. Ajo çfarë është duke u thirr FBK-ja, përkatësisht komisioni për ankesa, i cili tashmë veç se ka refuzuar ankesën tonë, mirë po që thash edhe më parë është tani lënda për vendosje të sërishme në bordin e FBK-s, është që FBK-ja është duke u thirrur në një rregullore zyrtare të FIBA-s. Megjithatë, rregullorja e FIBA-s është akt më i ulët se sa statuti i FIBA-s. Statuti i FIBA-s në nenin 9, paragrafi 1, parasheh shprehimisht se shtetet anëtare të FBK-s, çfarë është rasti konkret me Kosovën, kanë autonomi të plotë në vendosjen e ligjshmërisë dhe rregullave për organizimin e garave të brendshme. Pra në rastin konkret, me qenë se kjo autonomi njihet në bazë të nenit 9, paragrafit 1 të statutit të FIBA-s, propozicioni i garave si akt i brendshëm në Kosovë ka parapar këtë kriter që e thash edhe më lart, pra ka parapar në nenin 47.1.4 që në momentin kur ka 3 klube së paku me pikë të barabarta, i vetmi kriter që vendoset për të përcaktuar plasmanin përfundimtar të klubeve është kosh diferenca ndërmjet tyre. Po, e kuptueshme kjo pjesë. Çka nëse nuk mirret parasysh edhe kjo ankesa nga bordi i federatës, pyetja e fundit i nderuar? Gatishmëria jonë si klub dhe gatishmëria ime si avokat i klubit është që këtij procesi të shkojmë deri në fund. Dhe nga këtu sërish i bëj thirrje që të reflektojë edhe bordi i FBK-s, megjithatë nëse sërish kemi refuzim të kërkesës për mbrojtje të